Ishte viti 1882 dëgjues të dashur, kur shkencëtari gjerman Robert Koch zbulon bacillin, shkaktar të tuberkulozit. Shkencëtari Koch është i njohur për rolin e tij në identifikimin e agjendëve të veçantë, të cilët shkaktojnë sëmundjen e tuberkulozit, kolerës dhe antraksit. Ai krijoi dhe përmirësoi teknologjitë laboratorike në fushën e mikrobiologjisë. Kërkimet e tij quan në krijimin e postulateve të Kochut, 4 parime bazë të cilat lidhen mikroorganizma të veçantë me sëmundje të veçanta, edhe që mbeten edhe sot standardi artë në mikrobiologjinë mjekësore. Si rezultat i novatorizmit të tij mbi tuberkulozin, Robert Koch u nderua me çmimin Nobel për mjekësi në vitin 1905, plot 112 vite më parë. "24 marsi i vitit 1999 është një datë e rëndësishme në historinë e Shtetit të Ri të Kosovës. Gjatë kohës së luftës në Kosovë, luftë e cila filloi me 28 shkurt të vitit 1998, pas sulmit jugoslav në fshatrat Likoshan dhe Qirez në Drenicë të Kosovës, dhe luftë e cila zgjati deri në 11 qershor të vitit 1999. Me 24 mars, NATO fillon bombardimet ajrore kundër Jugosllavisë për të ndaluar një valë të re pastrimi etnik në Kosovë. Për herë të parë, që nga koha e krijimit, më 4 prill të vitit 1949, NATO sulmonte një vend sovran. Rrënjët e luftës në Kosovë lidheshin me ardhjen e Slobodan Miloševićit në pushtet në fund të viteve 1980 dhe me lojrat a përpjekje diplomatike dhe kërcënimet ushtarake që dështuan për të zgjidhur konfliktin midis Jugosllavisë dhe shqiptarëve të Kosovës. Në 24 mars, në orën 20, NATO nisi fushatën bombarduese kundër Jugosllavisë. Fushata bombarduese e NATO-s zgjati nga 24 marsi deri në 11 qershor të vitit 1999, duke përfshirë mbi 1000 avion. Me 24 mars të vitit 1923, ka lindur përkthyesi i mirënjohur shqiptar Gjon Sllaku, një ndër mjeshtrat e kësaj fushe, i cili ka nisur përkthimet e veprave të njohura që në moshë të vogël. Në moshën 16 vjeçare, Gjon Sllaku përktheu të plot Gjeorgjikat e Virgjilit. Një vit më vonë përkthen Ben Hurin. Ka përkthyer shumë tekste biblike nga greqishtja e vjetër. Më pas shqipëroi Iliadën në gegnisht, që më vonë u ribotua në standard në vitin 1979. Në vitin 1995, Gjon Sllaku boton shqipërimin e 7 tragjedive të Sofokliut, përkthim që në fakt në kohën e regjimit nuk ju pranua nga Akademia. 2 muaj përpara se përkthyesi Gjon Sllaku të ndëronte jetë, mbaroi hartimin e fjalorit latinisht shqip, të nisur prej shumë vitesh, me afërsisht 65.000 fjalë. Sllakut i janë akorduar shumë çmime dhe tituj, si urdhri Naim Flashëri Art, mjeshtër i madh e të tjerë. Ilir Meta, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, si dhe kryetari i Kuvendit të Shqipërisë. Ilir Meta ka një aktivitet intensiv politik gjatë gjithë jetës së tij, duke filluar nga viti 1990 si pjesëmarrës aktiv në lëvizjen studentore që përmbysi regjimin komunist. Nga viti 1992 në vazhdim, Ilir Meta është zgjedhur pa ndërprerje deputet i Kuvendit të Shqipërisë.
Të gjithë e dini besoj se Ilir Meta është njëri ndër themeluesit e forumit të rinisë euro-socialiste, Freshit. Gjatë viteve të anëtarësisë së tij në Fresh, Ilir Meta ka mbajtur poste të larta drejtuese si nën kryetar dhe kryetar. Aktiviteti politik i Ilir Metës përfshin edhe një periudhë të suksesshme të drejtimit në qeveri, ku ka shërbyer si kryeministër dhe ministër i punëve të jashtme. Meta gjithashtu ka mbajtur poste si zëvendës kryeministër dhe ministër i integrimit si dhe sekretar shteti për integrimin evropian në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Urojmë të bëhet 100, një jetë të lumtur e suksese në politikë. –24 marsi është dita kur 42 vite më parë ka lindur politikani i njohur i Kosovës, Albin Kurti, njëri ndër themeluesit e lëvizjes vetëvendosje. Është aktivizuar shumë herët me të drejtat e studentëve, që në vitin 1997 ka marrë pjesë në aktivitetet e protesta paqësore të studentëve në Kosovë për lirimin e objekteve universitare, të uzurpuara me dhunë nga regjimi i Miloševićit. Ai ishte njëri ndër udhëheqësit e protestës historike studentore të 1 tetorit të vitit 1997, e cila më pas u shtyp brutalisht nga policia e Miloševićit. Albin Kurti është angazhuar në luftën e Kosovës që në fillim, në vitin 1998. Në prillin e vitit 99, gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s, Kurti ka qëndruar në Prishtinë dhe më pas është arrestuar nga policia serbe, ku ka vuajtur edhe dënimin në burgjet e Serbisë. Është dënuar me 15 vjet burg, por gjatë gjykimit ai ka refuzuar të njihte legitimitetin e gjykatës duke thënë: "Ky gjyq nuk ka asgjë të përbashkët me të vërtetën dhe drejtësinë. Ky gjyq i shërben politikës ditore të regjimit të Miloševićit, që ka mbajtur Kosovën nën okupim." Kur u dënua, Albin Kurti tha: "Nuk është me rëndësi nëse më dënoni dhe sa më dënoni. Çdo gjë që kam bërë vullnetarisht dhe me dinjitet. Jam krenar për këtë dhe po të më ipej rasti sërish do të veproja njësoj." Më pas Albin Kurti është liruar në vitin 2001 nga presioni i ndërkombëtarëve mbi autoritetet serbe. Dhe pas çlirimit të Kosovës, Albin Kurti ka qenë gjithnjë i angazhuar me protesta, reagime të ndryshme, fillimisht ndaj UNMIK-ut, më pas ndaj EULEX dhe vetë qeverisë së Kosovës, duke u shprehur hapur kundër negociatave me Serbinë, edhe gjithnjë duke kërkuar që populli i Kosovës të ketë mundësi të vendosë për vetveten si duan të jenë të qeverisur dhe nga kush dëshiron vetë populli. –24 marsi vitit 2007 është datë shënuar në historinë e artit skenik shqiptar. Ka ndëruar jetë aktori mirënjohur i skenës shqiptare, Sulejman Pitarka. Pitarka ka luajtur me sukses rreth 50 role në Teatrin Kombëtar të Tiranës dhe 20 role të tjera në kinema. Ka hyrë në historinë e dramës shqipe si autori i dramës Familja e Peshkatarit. Disa përvoja skenike pothuajse rastësore, gjatë shërbimit ushtarak në vitin 1945, e shtyn të interesohej më shumë për teatrin dhe të përfshihej në lëvizjen amatore të Durrësit. Në vitin 1951, Sulejman Pitarka u përzgjodh për t'ju bashkangjitur trupës ende në formim të Teatrit Popullor, apo si që njohim sot, Teatri Kombëtar në Tiranë, ku bë më njëherë margaritar i kurorës. Luajti rreth 50 role, duke shkëlqyer njësoj si në dramë, ashtu dhe në komedi. Të gjithë mbajnë mend figurën e Sulejman Pitarkës, i cili i ka dhënë skenës shqiptare vlera dhe kontributin e tij të çmuar profesional.